Jemi rikthyer sërish bashkë në këtë transmetim të drejt për drejt. Këtu në RTS 24 do të flasim pikërisht për atë fitore që kori dje Shqipëria ndaj Serbisë me rezultatin 1-0 dhe do të kemi në një lidhje të drejt për drejt gazetarin Erion Todhe. Mirëmëngjes Erion. Një fitore e shumë dëshiruar, përveç se domosdoshme për të siguruar vijimin e rrugtimit të Shqipërisë drejt botrorit, me shpresë që do të arrijmë deri atje. Ishte kjo fitore merit e trajnerit, cilat ishin ato veçori që i dhanë përparësi skuadrës tonë dhe që siguruan edhe këtë fitore? Në faktë që kur arrihet fitoria e gjithëve, kur është humbje, përgjithësinë e mban trajneri, por gjithsesi ne do të qëndrojmë ke fitoria sepse kjo ishte një le të themi që e jashtëzakonshme sepse kemi fituar për herë të parë në Serbi, kemi arritur një rezultat mjaft dëshiruar prej vitesh, prej kohësh, për shkak të gjithë atyre ngjarjeve që kanë ndodhur, për shkak të historisë, për shkak të emocioneve, për shkak të shumë gjërave që kanë rrethuar ndeshjen që nuk kishin të bënin drejt për drejt me futbollin, kështu që do të themi që është një merit e jashtëzakonshme e gjithë atyre çunave, e gjithë stafi teknik që me sa duket kësaj here i rregulloi në kohë ato ndryshimet e nevojshme në përbërjen e skuadrës, pasi kuptohet një mënyrë e mendon trajneri në fillim, një mënyrë e mendon rreshtimin ose formacionin përpara ndeshjes, edhe tjetër gjë del gjatë rrjedhës së ndeshjes. Gjithsesi, shkoi në mënyrë perfekte. Çdo gjë shkoi ashtu siç gjithë shqiptarët e dëshironin. Ndoshta janë çik të egzageruara këto festime, gjithsesi janë të ligjshme gjithmonë, sepse tifozët kanë të drejtë të festojnë në mënyrën e tyre për çdo fitore të kombëtares. Aq më tepër për këtë ndeshje, të cilën neve kemi dominuar. Do të themi kemi luajtur kemi qenë çik të kujdesshëm, në fillim ishte si loj shahu, pastaj në pjesën e dytë kemi rrezikuar edhe pak, kuptohet, sepse skuadra kombëtare që pam u trohoi disi duke i lënë edhe hapësira Serbisë për të ofruar shumë në portën tonë, gjithsesi kishim një strakosha të jashtëzakonshëm mbrëm. Mirë. Unë pata rast të ndiqja edhe një atë parashikim që ju keni bërë më herët për këtë ndeshje dhe për mënyrën se si mund shkonte ajo. Gjërat që më bën përshtypje gjatë intervistës që keni dhënë para ca ditësh, ishte çdo gjë vjen për shkak të vendimeve të trajnerit, ka qenë një nga thëniet tuaja, dhe nëse djemt do të arrin ta kalojnë ngarkesën emocionale, jeni shprehur që atëre pozitiv që kishim mundësi për të arritur një rezultat të tillë. Ishte te kalimi i ngarkesës emocionale më shumë, apo ishte merit e vendimeve të trajnerit? Ju thash, trajneri i bëri korrigjimet e duhura në ndryshimet e lojtarëve në momentin e duhur. Dhe kjo ishte një marrje përgjegjësie, një përgjegjshmëri e tij, një kuptim dhe lexim i lojës, dhe kuptim lexim i ndryshimeve që ai duhet bënte, duhet zëvendësonte. E siguroi Silvinho vimsin me bronjën. Nuk e di, kjo gjithsesi do të varet nga kualifikimi, kuptohet. Nëse arrihet kualifikimi, atëherë Silvinho ka edhe mandatin e tretë me kombëtaren shqiptare, besoj unë. Gjithsesi kjo i përket bisedave të tij me Federatën e Futbollit, me kryesuesit, me kryesinë e Federatës së Futbollit, veçanërisht me presidentin Duka, do vinë gjitha gjërat në analizë, besoj. Sa i përket futbollistëve, u arrit ajo që unë shpresoja, që ata të tejkalonin emocionet, ishin me mendje të ftohtë, ishin të qartë, ishin të sigurt dhe neve e pam që ata ishin të kujdesshëm, ishin të sigurt në veprimet e tyre derisa arritën suksesin. Edhe në pjesën e dytë për të mbrojtur rezultatin, kishte lëvizje mjaft mira të futbollistëve dhe mbi të gjitha u ruaj qetësia, nuk u bën aventura sepse kjo ishte një lojë shahu, një lojë që kishte shumë emocione, të cilat janë të ligjshme, janë të justifikuara për futbollistët për shumë çka, sepse të gjithë ata lojtarë të cilët nuk kanë qenë përpara 10 vjetësh pjesë kombëtare shqiptare, kanë ndërruar një ndeshje të tillë, kanë ndërruar një përballje të tillë dhe kanë ndërruar një fitore të tillë
duke parë ato imazhet e ndeshjes që u luajt në Beograd. Por nga ana tjetër duhet të them që sikur ta kishin ndier edhe serbët, të cilët kuptohet për shkaqe të sigurisë, për shkaqe të mbrojtjes ndeshjes, për shkaqe sepse ata ishin në sytë e UEFA-s, të zhveshguesve të UEFA-s, të komisioneve ligjore disiplinore të UEFA-s, e organizuan ndeshjen në Leskovac, ashtu siç ishte parashikuar në fillim, disi pati një lëkundje për ta rikthyer në Beograd, por kuptohet që ultrasit janë më të papërmbajtshëm në Beograd, e ky stadiumi i Leskovacit më i administrueshëm. Për ta sikur ta kishin ndier që mund të ishte edhe një fitore e kombëtares së Shqipërisë. Ndoshta e kanë bërë më mirë analizën e skuadrës së tyre, e cila duhet të themi që nuk është se ishte në nivelin për fat të mirë tonë, nuk është se ishte në një nivel të lartë, të cilën neve e dominuam. Nga cili lojtar keni pritur më shumë në këtë ndeshje, edhe cili është ai që dha më shumë nga ajo që prisnit ju? Do dëshiroja ashtu sikurse edhe shumë të tjerë që të kishte një shpërthim të mbrojtjes, sepse një djalë i talentuar, por që nuk po del akoma në atë lojën e tij, nuk po del në atë që neve dëshirojmë, nuk po del në atë lojë, sinjalet e të cilës ai dha në ndeshjet e para me kombëtarën e Shqipërisë, me energji, me forcën e tij, me shpërthimet e tij. Do të kishe dëshiruar që të dilte më shumë. Ishte një vendim i drejtë i trajnerit që e ndroi. Nga cili lojtar, ne nuk është se mund të prisja më shumë. Ishte pjesa e dytë e pyetjes. Nuk është se kemi një individ të caktuar tek i cili mund të varemi ose kontributi i cilit mund ta çojë skuadrën përpara, mund ta marrë skuadrën për dorë për ta çuar tek fitoria, tek sukseset, ne kemi grupin dhe kësaj radhe grupi funksionoi. Më pëlqeu shumë sepse ishin të organizuar, ishin të qartë me njëri tjetrin, mbulonin dhe sakrifikonin për njëri tjetrin. Kësaj radhe në këtë ndeshje, fatmirësisht ekipi ishte në formën e tij më të mirë, ishte funksionoi si duhet funksionoi tamam si skuadër. Duket se teorikisht e ka siguruar Shqipëria tashmë vendin e dytë. Gjithmonë teorikisht, sepse janë edhe 3 ndeshje për të luajtur, por duhet kemi parasysh që duhet jemi të kujdesshëm sepse Serbia megjithmonë ka 4 pikë më pak, po ka edhe një ndeshje më pak. Nëse nuk do të jemi tashmë këto ndeshjet e fundit të Shqipërisë, këto do të jenë ndeshje finale. Kjo ndeshje e Serbisë ishte vendimtare për të mbajtur gjallë ëndrrën e kualifikimit në botror për herë të parë në finalet e një botrori, ndërsa ndeshjet e fundit të kualifikueseve janë në ndeshjet finale për realizimin e kësaj ëndre. Kuptohet, duhet kemi ndeshje të vështira shumë, aq më tepër që kemi kundërshtar me delikat le të themi, sepse kemi Andorrën, një skuadër që neve kemi rrëshqitur përpara saj edhe vite më parë. Duhet jemi shumë të kujdesshëm, por kemi edhe Anglinë, e cila nuk do të falë dhe nuk do t'ja di fare nëse neve kemi apo jo ëndra për të kualifikuar për botror. Kështu që këto janë ndeshjet finale të Shqipërisë. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, nëse nuk jemi të vendosur, nëse nuk jemi më shumë se 100% në të gjitha këto takimet, do të jetë sakrificë e madhe për të gjithë futbollistët, por do të na vë mundi dëm, do të na vë ëndra dëm, do të na mbetet akoma ajo ëndra rëndësishmare për të kualifikuar në një event madhor siç është botrori për herë të parë. Mirë, besoj që kjo ndeshje do të luajë një rol edhe tek ndikimi që do të ketë tek skuadra në kuptimin e motivimit saj, apo jo? Absolutisht. Në kuptimin e motivimit, në kuptimin e frymëzimit, në kuptimin në ndeshjen e radhës që të ketë stadiumin kontrakt që me këta ndeshje, stadiumi do të jetë plot brenda dhe plot edhe jashtë. U asiguroj se do të vinë gjithë shqiptarët nga gjitha trevat rreth Shqipërisë, nga diaspora, nga gjithë Evropa për të ndjekur, për të mbështetur kombëtaren. Ashtu siç e kanë ndjekur edhe por nëse në stadiumet jashtë numri i tifozëve është i kufizuar për shkak të përqindjeve që përcaktohen nga UEFA për biletat, imagjinoni çfarë do të ndodhi në Shqipëri kur të luajë kombëtarja. Sigurisht që kjo ndeshje dhe rezultati i saj dhe fitoria do të vazhdojnë ta kenë një honën e tyre të gjatë gjithë këtyre kualifikueseve, ndoshta edhe shpresojmë në një kualifikim të mundshëm. Kështu që
ishte një fitore e rëndësishme nga gjitha aspektet, por në këtë kualifikuese, në këtë fushat kualifikuese, është një fitore që do të na vazhdojë të na mbajë me frymëzim. Shpresojmë që ky frymëzim të emocionojë, të bëjë më të ndërgjegjshëm, më të përgjegjshëm edhe trajnerin, jo se ai nuk është, jo se stafi i tij nuk është, por që të bëjë zgjedhjet e duhura atëherë kur duhet. Në minutat kur duhet zgjedhjet, e kam fjalën për ndryshimet për ndrimet e futbollistëve, dhe të vendosi edhe gjithmonë formacionin më të mirë të mundshëm duke i përshtatur kundërshtarit, dhe jo më të mirë të mundshëm fizikisht i momentit. Janë çështje teknike, janë gjëra teknike të cilat trajneri është gjithmonë në dyshim, por gjithmonë kur bëhet ndrimi i dur, kur i gjen ai secilët lojtar duhet ndruar, ndoshta nga një herë është edhe fat, atëherë është suksesi. Sigurisht, duhet vazhdojmë ta mbështesim kombëtaren, duhet vazhdojmë ta mbështesim trajnerin, në fund do të bëjmë edhe bilancin. Mirë, do doja të ndalesha te pak lojtar, po te kiparet e Krim Manaj patjetër, duke qenë se është edhe shënuesi atij goli. Tifozëria shumë e ashpër ishte ndaj tij në rastin kur humbi penalltin, edhe dje e pam që u glorifikua, kaloi tek e kundërta. E shpagoi atë humbje të penalltisë Krim Manaj? Jo t'i kuptojmë tifozët, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën tifozët të shajnë kur humbet një penallti, të lavdrojnë kur shënon një gol, ose edhe kur ndikon në shënimin e një autogoli qoftë. Krim Manaj është një sulmues i jashtëzakonshëm, dhe këtë nuk e them se të bëri golin, por është një sulmues që shënon me kokë, shënon me këmbë, shënon me goditje dënimi, shënon nga jashtë zone, ka iniciativë, ka grind, ka pasion, lexon lojën, është një lojtar i kompletuar nga kjo anë. Sigurisht, si gjithë lojtarët e tjerë ka ulljet e ngritjet e tij, që varet nga shumë faktorë, edhe nga faktorë emocional, edhe nga faktorë fizik, kuptohet, sepse edhe ai njeriu është, nuk është një makineri, e ka shpaguar, mendoj se Krim Manaj e ka shpaguar me praninë e tij, me pasionin e tij, me atë impenjimin e tij për të nderuar edhe për të respektuar atë fanelën që i vesh. Ai është kthyer tashmë me golin ndaj Serbisë, është kthyer në hero. Qartë. Tomas Strakosha, po ashtu në pjesën e dytë lojës, veçanërisht jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm me pritjet e tij, ishte shumë i përqendruar, ishte në pozicion, ishte në kohën e dur, ishte në momentin e dur, aty ku duhej, kjo që është heroi i dytë i kombëtarëve tonë, sepse nëse Krim Manaj na dha golin në pjesën e parë, Tomas Strakosha na siguroi fitoren në pjesën e dytë. Mirë, le ta vazhdojmë atje. Janë të tepërta fjalët për të thënë, sepse imazhet që ai momentet kryesore, vendim ato pritjet vendimtare të tij flasin gjithçka, kështu që është e kohë që të thuar shumë fjalë, sepse ai ishte gjithçka në këtë ndeshje, ishte siguruesi i 3 pikëve. Le të guxojmë të ndërojmë edhe të bëjmë një projekcion nëse Shqipëria do ta siguronte, do ta mbante përfundimisht vendin e dytë në grup. Cilat janë shanset për të kaluar play-offet? Gjithmonë do varen edhe nga rezultatet e ndeshjeve në grupet e tjera kualifikuese. Gjithsesi, shpresat janë, mundësitë janë deri në fund, pse të mos besojmë. Erion Todhe, të falenderoj dhe le ta mbyllim kështu, pse të mos besojmë, duke uruar që do të arrim të ruajmë rezultatin e deri tanishëm, do të shkojmë play-off, e pse jo të mos të ndërojmë për të shkuar dhe për herë të parë në botror. Shpresojmë. Falenderoj dhe një herë.